Këto që kanë bërë këtë ligje kështu të paqartë, a kanë faj? Po jo, edhe një po të sqaroj. Nuk është lidhje faj këtu. Jo, koleg. Jo, nuk ka lidhje faj këtu, sepse ti çfarë duhet të bësh? Ti nuk mund të bësh një gjykatë e prerë në kuptimin që të mos bëj interpretim të së drejtës. Se ti nuk mund të thosh gjykatës vendosni në 55-4. Jo, se gjykata është ajo që balancoj. Jo, Çela i doli aty dhe bëj noterin. Të mos dihet se për çfarë masa sigurimi duhet kërkohet në kuvend kjo çmenduri. Po ta them, po nuk ka edukat qytetare që të kuptoj çfarë do të thotë thelbi i demokracisë. Erion Çela, Erion Klapi, çfarë janë këto? Ky Arben Kraja, Altin Dumani, Erion Çela që është, Irena Gjoka, po nuk e kuptojmë çfarë do të thotë demokraci, mos rrini aty, se ky është sistemi që ne kemi po ti nuk mund të bëj politik prokurori Pençi. Ti i thu prokurorëve të jenë as drejtës kushtetuese. Ai shef kod në procedurës penale, po hap, jam rregull, mbi prokuror, mbi kushtetutën e Shqipërisë, punon ai, punon ai. Ka procedurë penale që sta ndalon. Këta ligjvënësit ja ndalon si thot ligji elektoral. Dhe te ligji elektoral Rama në konceptin e zgjedhjeve, Rama i drejtohet popullit dhe merr votbesimin nëpërmjet zgjedhjeve. Po, sa është deputet? Jo, s'ka rëndësi. Është deputet? Po, jo, s'ka rëndësi. Ne po themi për deputetin. Një sekond, grupi parlamentar mund të autorizojë një tjetër deputet ose një person që nuk është deputet të bëhet kryeministër. Po, grupi parlamentar. Pra, e gjithë sistemi juridik që kemi ndërtuar në aspektin e ligjit elektoral që thotë të ligji procedurës penale, nuk kupton, po kjo gjë duhet ta sqaronte Erion Çela i cili u bë noteri i Prençit. Jo është e vërtet kjo. Deputetët që bëjnë ligjet duhet ta dinë në mënyrë të qartë. Edhe prokurori ta di edhe gjyqtari. Prokurori dhe gjyqtari duhet ta di. Kam një pyetje Karanxha tani, përse Spaku vendosi që të kërkonte pezullimin e Ballukut, duke e ditur që do krijonte një precedent që do shkonte në kushtetues për interpretim dhe nuk kërkoi menjëherë autorizimin si rrezik potencial për të prishur provat. Kjo është pyetja ime për shembull. Për mendimin tim kjo masë ka qenë masë proporcionale. Pezullohet për momentin, nuk ka qenë për momentet e para me kontekst qeveria nga momenti pse unë them këtu tani ti pse nuk i ke qartësuar këto gjëra në kodin e procedurës penale? Sepse ti një prokuror e hap kodin është në rregull. Po kërkoj masën e vendos gjykata. Tani fati që po shkon kushtetuese, ti tregon paqartësi. E dyta, është një interpretim shumë i sforcuar kjo që thotë. Pra ti i kërkon prokurorëve të bëhen as të drejtës kushtetuese. Po, sepse ata aty jetojnë mbi kushtetutën e kodit procedurës penale edhe bëj ligjet mirë. Jo, edhe një herë, kodi i procedurës penale ka mangësira, jam dakord me ty as te që është një fjalë. Unë them është bërë me qëllim kjo është bërë. Edhe unë bëra të po të them. Kodi i procedurës është bërë me qëllim. Kodi me procedurë. Kodi. Prokurori që u bë lojë e politikës së Ramës të duke sikur po i sulmohet njeriu i vet që po në fund fare ta përcjellin me procedurë. Ky nën shkodi është kjo. Ky nën shumë thjesht. Në kod është tamam si një derë hapur e kalas që të futesh nga mbrapa. Por e kanë lënë vet ata. Jo, jam dakord. Neni 242 është mish dhije. Jo, është mish dhije. Pra ka diçka që është lënë aty. Mos e anashkalo këtë. E ke ligj elektoral. Pra do thotë një sekond. Ka diçka që dëgjon pak të diçka që është më e rëndësishme. Po të dëgjosh Prençin në deklarimin e tij se po, në deklarimin e tij po Prençi ka marrë një vendim të gjykatës kushtetuese dhe aty ku thotë gjykata kushtetuese bëhet, ai ka thonë nuk bëhet. Pra, po të marrësh gjithatë leximin që ka bërë ai aty relatimin, është një vendim të gjykatës kushtetuese të 2008-s mos gaboj, është një rast i ngjashëm, po ka të bëjë me një komision të parlamentit për emërimin e një antar të gjykatës në KLD. Dhe unë e dëgjova dhe ai ka marrë çdo fjali të saj dhe ka thënë aty ku thotë bëhet sipas gjykatës kushtetuese, ai ka shkruar fjalin nuk bëhet. Ajo që mua më bëri përshtypje, Zhlima. Do ta gjejmë ta mbajmë pak sepse çështja është shumë serioze, po në fakt është serioze, po duhet t'ja them edhe me batutë. Pse? Sepse shqiptarët kuptojnë Ramën me batuta. Edhe ne t'ja themi batutë të vërtetën, Dakor, jam me këtu. Qytetarët shqiptarë votojnë Ramën për batuta, jo për politikën e mirë. Se po të kapësh për politikën e mirë, ai ka gjithë burgaxhi sot. Okej, tani, ajo që mua më shqetëson tjetra, ajo që për mos ka pengesë. Atëre, Karanxha tjetra.
Ju po thoni që u vendos në mënyrë proporcionale, sepse në atë moment vlerësuar që ta pezullojmë mirë. Gjatë rrugës ndoshta u gjetën prova ditën në vijim edhe u vendos që duhet ta arrestojmë. Po jo, më nderuar, harroj s'ka prova aty. Duhet kemi parasysh. Apo Spaku kuptoi që bëri gabim me kërkesën për pezullim, se Rama e kapi mat për shembull Spakun, tha jo, çoj kushtetuese ty unë. Po do ta çonte edhe unë të isha kryeministër dhe ti në kushtetuese do ta çoj. S'ka nevojë të jetë bashkëpandehu Rama bashkëpandehu. Duhet kemi parasysh provat që janë. Po. Po kërkon Spaku, po kërkon në parlament autorizimin për arrest në burg ose arrest në shtëpi. Po, heqjen e lirisë. Tani heqjen e lirisë. Tani provat që bëhen, sepse shikohet nga data 31/10 deri po e marrim sigurisht në mënyrë për 3 muaj. Po. Shikohen datat e provave, se provat kanë një datë. Pra, çfarë dëshmitarësh janë pyetur nga data 31/10 deri më sot. Okay. Pavarësisht domethënë i bi nëntor, dhjetor, janar, janë për 3 muaj. Shikohen provat sepse domethënë duhet kemi parasysh hetime nuk kuptohen akte procedurale të prokurorit që shtojnë dhe këtë shtojnë. Duhen çfarë provash ke që ke shkuar këtu. Nëse ka prova të reja, shikohen rast pasazi. Por unë si vin personalisht, është mendimi im personal, mendoj që arresti në burg është mas ekstreme. Në rastin konkret. Po, mas ekstreme. Është mas ekstreme. Unë nuk jam për arrest në burg. Personalisht. Jo vetëm për Ballukun, se më thonë vini për zyrtarët e lërë, për gjithë popullin shqiptar sot po kalbet burgjeve. Sot po kalbet burgjeve. Dhe personi që po të keni parasysh të rastin e largimit nga burgu i Durrësit që u largoi ishte Altin Doci, personi tjetër, po të kishte qenë gjendje tjetër, të kishte qenë numri më i vogël i burgosërës, edhe nuk do kishte ikur. Sepse sa më shumë ne i kemi fryt burgjet, kemi jashtë çdo kriteri për ngjarjet vjetra 2008-s, 2009-s i lëm njerëzit në burg, ndërkohë i kemi mbush burgjet plot. Pra jam kundra arrestimit në parim. Themi çka, ai që u arratis, kush prokurore ka marrë 4 herë? 4 herë. Kush e ka mbajtur në paraburgim? Edhe shpalli pa fajshëm. Altin Dumani. Altin Dumani, plumbi art. Pra, 4 herë personi i shpalli pa fajshëm. Për 4 vrasje? Për 4 vrasje pa fajshëm dhe e man për vrasjen e 5 sepse ka frikë se i dështon dosje. E kuptoni, prokurori thot dhe afërmendës gjykata vendos, mos e hiq këtë fjalin afërmendës, sepse është rrezikuar për çdo qytetar shqiptar që këta për statistik, për shkak se i dështoi dosja Altin Dumanit, e mba burrin e botës. Mirë e bëri ai që u largu. Pse? Sepse kur ty 4 herë të thot ajo gjykata që e mirë apo e keq, ky person nuk ka bërë asgjë, pse ti duhet ta mbash aty për statistik? Sepse ai ka dyshime. Se ke frikë mos të dështoj. Jo, po çfarë frikë? Po ti ku të shpall pa fashëm, çfarë duhet të thotë? Pra, prokurori Dumani duhet kuptoj populli gjykon dhe fut njerëz në burg në perceptim. Shko fol ti për perceptim për Altin Dumanit, po s'të futi në burg ai ty. Më kupton? Pse? Se ai nuk duhet të tjerë të mendojnë për Altinin. Altini duhet të mendojë për të gjithë të tjerë. Të kupton se ajo ndësh kjo? Jo se kur ta push, kur e vuan vetë kupton, kur nuk e vuan, thjesht shtyp telekomand thot, ai arrestoi Berishën dhe këto dhe i bëri, çai bëri Ramës? Lavazh e bëri. E ndihmoi Ramën. Ja mbajti dosjen e kësaj zvarritje nga mes deri në darkë. Na 2021 e kishte dhe sot jemi 2026 dhe po diskutojmë për zonën në fjalë. Po çfarë kërkoi kjo se Xholi në shkruaj sepse ai ishte turist në Bruxelles duke bote flamur amerikan dhe europian duke thënë që Shqipëria, zoti Dumani është prokuror, zoti Kraja është prokuror, zoti Brau që është prokuror, nuk i kemi vendosur ne as ministra drejtësie, as kryeministra asgjë. Kemi zotin Rama kryeministër, na pëlqen nuk na pëlqen, do ta ndëshkojmë me votë, po nuk i kemi vendosur ne këta. Këta të Spaku mendoj se janë pushteti këtu i 5 dhe 20 dhe 30. Pra duhet një kujdes, prandaj paraforsi e solli si shembull dhe unë i them plumbi art ka dështuar dhe ai djali duke parë që masa sigurisë ndaj tij është në kundërshtim me ligjin, ka gjyqtar që janë notera dhe mos them që janë në pengmarrje për shkak të historive të shëshkuara së atyre që kanë nga e di kolegu që ka gjyqtar që bën edhe dyshe përveç shtreshës, pra do të thotë që këtu është situata tej normale, pra ka ikur dhe nuk ne mund të alim drejtësi në këtë formë që gjyqtar nga treshe bën dyshe pastaj dhe ku di unë ç'a bën pastaj. Okej. Çfarë është treshe dyshe? Shikoje ti. Shikoje a kemi në kodin e procedurës penale dyshe apo treshe. Ose ka edhe dyshe. E kam parë kod në procedurës penale, dyshe janë nuk ka vetëm monokratik, ka edhe
dyshja kratike. Okej. Po nga treshja shkojnë te dyshja, jo nga dyshja te treshja. Zhdima po thot formohet trup gjykuese. Edhe unë them për një numër neni ndoshta. Ndoshta. Mundet. Tani për qëndruar tek ajo që po bisedonim, që u fat janë mbushur burgjet, ishim ke masa arrestit, e kërkuar nga Spaku. Domethënë, ju nuk e interpretoni si gabim logjik sepse thoni ishte në bazë të një kërkese e vlerësuar në bazën e atyre provave. Tani, pyetja tjetër që kam unë këtu Karanja është kjo. Përse do duhet që kjo çështje të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese, ndërkohë që do duhet të ndiqeshin në krahun tjetër shkallët e gjyqësorit shqiptar. Kjo kërkesë të shkonte në gjykatën e apelit posaçëm, të shkonte pastaj në gjykatë të lartë dhe ndoshta në fund në kushtetuese. Përse nuk është ndjekur kjo rrugë? Mendoj që të dyja rrugët mund ndiqshin. Të dyja rrugët janë ligjore. Rruga e parë që ndiqet i gjithë filtri i brendshëm, pra që shifen gjykata e apelit, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese, ndiqet nga vetë zonja Balluku. Në rastin tjetër është ndjek nga kryeministri Edi Rama, i cili ka të drejtë të drejtohet gjykatës kushtetuese për marrje kompetencësh. Pra kjo është kompetenca ime, thot. Kjo është kompetenca ime personale, ministri i zgjedh dhe i shkarkoj, i pezulloj, sepse edhe një ministër mund, do të thonë termi pezullim nuk ekziston, por mund ta domethënë ideja është Prokurori Spaku, një nga pikat që mbrojti, Ditan Preçi tha shikosa, pezullimi nuk është kompetencë e kryeministrit, ka vetëm emërimin dhe shkarkimin. Po, mirë, tani edhe ministri nuk merret ndaj ministrit, nuk po. Ministri po, më fal, koleg. Tani, do të them diçka. Ministri nuk merret mas disiplinore ndaj tij. Pra nuk ekziston as tek ligji organik, po as tek ligjet e tjera formë pezullimi, pra ndëshkimi. Një person i punësuar mund të pezullohet nga detyra. Një person i cili është në një ligj të posaçëm që ka të bëjë me karakter administrativ, në punë civil të Republikës së Shqipërisë ndëshkohet në aspektin e pezullimit. Ministri, zëvendës kryeministri dhe kryeministri nuk pezullohen. Të vetmja e emërtesë është emrim, shkarkim, në mënyrë taksative. Çfarë do bëjmë tani fillon? Shpjegohet tani këtë Karanja. Kryeministri thotë, kjo është diçka administrative ime. Po. Ti ke nenin 288, do më thonë, procedo me masë, që ose mendon që të prishet prova, ke masë tjetër. Mund t'i drejtohesh parlamentit me autorizim. Po kjo lloj mase, duke qenë se ka karakter administrativ për mënyrën e funksionimit të Këshillit të Ministrëve, ma ke marrë mu këtë kompetencë. Dhe mbrojtja tjetër është mbrojtja provë. Pra, do më thonë, investimi i gjykatës është vënë me marrjen e kompetencave. Dhe dyta thotë që ministri thotë ka të njëjtin status si deputeti, duke me njëjtin status, pra çka kuptohet me si mas kryeministrit, pra si mas sepse po të bëjmë citimet e gjithë palëve, thotë që sepse deputeti ka këto drejta, po, mund të pezullohet deputeti, jo, edhe unë si kryeministër nuk më pezullohet dot. Antarin e qeverisë, jo, sepse jam njësoj si deputeti. Por thash, debati që diskutojmë që janë, do të thënë, këto ekuivoke dyshime, sepse para ndryshimeve kushtetuese kanë qenë fare qarta gjërat. Ti nuk bësh as një veprim procedurial pa ju drejtu parlamentit. Ishte i qartë. Pra ti s'mund boshe as të regjistroje emrin. Do i drejtohesh parlamentit, regjistrimi i emrit mund të flitse për ministrin me letra, por regjistrimi i emrit është ai vendim që ti i regjistron emrin në njoftimet në regjistrin përkatës. Prandaj, dhe ne themi sot që është një debat, diskutim. Prokurori është në kushtetuese çështja, se dhe ne ato. Prokurori është rregull me kodin e procedurës penale, pretendohet që u mblodhen gjithë asat dhe bën këto ligji numër 35 që kemi diskutuar, dhe tash na del kjo vegja këtu, kjo s'është, po si është lënë kjo këtu? Si e keni lënë? Nuk është ndryshuar, nuk është qartësuar. Dhe gjithë ky debat ne do të presim në vendimin e gjykatës kushtetuese se si do jetë apo jo. Nga ana tjetër, falet diçka. Patjetër. Parlamenti do shohë çfarë prova shtreja çfarë janë. Pra akuza është me të njëjtat me fakte, sepse duhet kemi parasysh aktet prokurorit që thonë hetohesh për to, por çfarë provash ka lidhet me provat si që është. Pra do jetë një proces që do shikohet. Pra duket qartë aty nëse janë shtu provat, çfarë provash janë, se provat kanë një datë, kanë një marrje. Për shembull, një dokument ka datën e marrjes tij, tregon kohën e gjithë, shikohet rëndimin e vojave, siguri mund të ketë dëshmitarë të tjerë. Pra, pa e paragjykuar duhen parë provat. Por kjo është një debat kushtetues i cili për mendimin tim nuk është për faj të prokurisë, por është për faj të ligjet dhe shumë ligjet tjera që bëhen
brenda natës. Bëhen shumë ligje brenda natës. Edhe kushtetuta në 2008 brenda natës u ndryshua. Edhe 2016 blidhet brenda natës dhe në mëngjes ata janë të lumtur. Gjithë të lumtur, po se çka kanë votu s'di gjë. Po për këtë jam bindur dhe unë. Po shiko tani sa e fortë është politika. Shiko sa e fortë sa këtu do bim gjithë edhe ai që arreston politikanët, edhe ata vetë do ta kuptojnë që politika është më e fortë se sa vetë disa institucione. Vetëm shikoni Neni 288. Po ke edhe Neni 289 do kuptosh lojën. Jo, ta kuptojnë qytetarët që edhe sikur të kemi kushtet e flagrancës, përsëri prokurori duhet i drejtohet kuvendit. Në rast se kuvendi nuk shprehet brenda afatit kohor, ju duhet keni parasysh që personi duhet të lirohet me njëherë. Na shikon kushtet e flagrancës kur kuvendi nuk jep atë masën. Kur deputeti është arrestuar në flagrancë, drejtuesi i prokurorisë posaçme njofton me njëherë kuvendin. Kur kuvendi vendos heqjen e masës së arrestit në flagrancë, deputeti lirohet me njëherë. Çfarë atribute i ka dhënë vet pushteti legjislativ vetes? Kuvendi vetes. Pushtet gjyqësor, pse i thot kuvendi vendos heqjen e masës së flagrancës? Vin kështu është. Pra jo, një sekond. Qa i thot? Shko ma arrestoj, i thot. Arrestoj. Fute në flagrant. Jo, të bëj një pyetje. Urdhro që thot. A normal duken ato termat e para? Tani, dëgjoj, unë nuk do merrem ato. Kupton se çfarë sa bën? vlerë ka të qenurit në aspektin politik. Pra, aspekti politik, kuvendi merr atributet. Ore, po pse nuk është votë tamam ky tash? Pse nuk është votë tamam ky? Kjo është që të parandaloj ndjekjen penale politike, sepse duhet të kesh parasysh diçka. Ndjekja penale nuk të bën të fajshëm. Po në sy të publikut ti je mbaruar. Zoti Zhurima, kjo është e qartë. Tani që ta serojmë dhe për publikun. Po, arrestin flagrant se bën policia gjyqësore. Po. Kemi pas në kryen e sipërt një vepre penale. Po ka bën flagrant. Po e marr trash dhe të kuptueshëm për publikun. Një deputet ngjitet derë në mes qytetit Durrësit ose në Tiranë shkel një këmbësor. Ka bërë pasojë sepse në qytet është shpejtësia 40, ky është me 105 për shembull, ka dëmtuar një person, arrestohet flagrancë. Pra këto materiale në mënyrë të menjëhershme duhet të shkojnë kuvendit, sepse te arresti flagrancë ka afat. Bën 48 orë duhet të dalë, pra arresti duhet të çojnë materialet te prokurori, pra ti çoj te prokurori dhe prokurori bën kërkesën në gjykatë. Pra dhe gjykata brenda 48 orësh nga kërkesa e prokurorit, pra domethënë janë me afate. Me afate. Dhe pra e ka kompetencën. Nëse kuvendi mblidhet, thot ai punojës i policisë gjyqësore ka gabuar, ti do ta lirosh. Po e thot kuvendi. Po pra, është në flagrancë. Kuvendi vendos. Pra, shikoj çfarë thotë. Ai ka është sakt. E fundit, pra, kuvendi thot kur kuvendi vendos, heqjen e masës deputeti lirohet. T'ia themi thjesht publikut me një fjali këtu në regjia kamerën tekun, është shumë e thjeshtë. Politika prevalon. Po, më vëlla, sepse ky është sistemi. Kjo është një fjalia. Pra, nëse ata duan që ta ruajnë njëri tjetrin dhe veten e ruajnë e kanë në dorë. Po na urdhro. Do ta themi kështu? Po do ta themi thjesht një sekondë. Po mos ja e parë, mos ma le interpretimin. Ku? Njëshi pra. Po njëshi. Si tek Neni 289-ta? Nuk e ka atë dua. Jo, po shih, po titullin. A duket normal që s'ka emër titulli se është Neni 288 se është vërtet që është edhe Neni tjera. Po duket që është pa titull, edhe a duhet kishte një titull këne? Po duhet kishte për imunitetin. Po çka ka kushte për procedimin. Po pse s'lon ashtu? Po normalisht. Pra dikush kush është ai dikush që e ka bokën? Po jo një sekond. A ka lidhje ai dikush me ngjarën? Pra backdoors. Kush është backdoors? Kush janë duart e zeza, kush janë duart mbrapa thot Karande që kanë bërë këtë ligj kështu se kush është? Diçka është përgatitur politika është vëlla. Po një sekond. Sepse Rama nuk do ta firmonte për vetën e vet. Rama vet. Po se dihet se këta janë edhe kurse çamet, çfarë më thot tani. Po edhe një po them. Kjo procedura e imunitetit është për të mbrojtur deputetin, politikanin që mos kemi ndjekje penale politike. Po ne nuk mundet të futemi që në fillim të themi Bela do na heqi provat. Ky tjetri do të vendosi provat. Jo se ky para gjykim, prokuroria heton. Prokuroria bën ndjekje penale. A ka rrezik aktual Belinda Balluku që prish provat? Gjykata dënon dhe jep pafajësi. Ndërsa në Shqipëri në 2026 prokuroria jep ka fajësi dhe pafajësi. Zhlima. Po prandaj është kjo Dritan Premçi, prokurori SPAK, përballë gjykatës kushtetuese ngriti shqetësimin e rrezikut real për prishjen e provave, po jo. Gjykata mundet, ai nuk e kuptojnë dot qytetarët. Po e kuptojmë ne. Po e kuptojmë ne, po ta kuptojmë po qytetarët. Vendim të gatshëm. Pra,
Prokurori i Spakut thotë që ka rrezik real dhe gjykata kushtetuese bëri gabim që e pezullimin e GKK-s, sepse e riktheu në detyrë duke shkaktuar rrezik real që rikthimi Belinda Ballukut të mund të prish provat, ajo të intimidoj dëshmitarët ose